Kohët e fundit flitet gjithmonë më tepër për lidhjen e vaksinave si shkaktar të autizmit. Bazuar në njohuri dhe në dijet e drejta tanishme, a ka ndonjë provë shkencore që e mbështet këtë teori? Në fakt ekzistojnë 3 teori, nuk është vetëm teoria që lidh vaksinën e frutit me autizmin, por janë dhe 2 teori të tjera, numri shumë i madh i vaksinave që u aplikohen fëmijëve në një moshë të vogël, në një moshë në cilën sistemi imun ende nuk është pjekur dhe maturuar plotësisht, të cilat mund të ndërhyjnë dhe të shkaktojnë, të japin problematika çrregullime, të cilat të ndikojnë në zhvillimin e sistemit nervor qendror dhe të japin më tej në një moment të dytë çrregullimet e spektrumit të autizmit, dhe një teori tjetër për një konservues i cili përmban mërkurin, timerosalin. Dihet që mërkuri është toksik, por jo çdo derivat i tij dhe sigurisht në një sasi dhe masë të caktuar, dhe pikërisht lidhjen e këtij konservuesi të cilën nuk e përmban vaksina e frutit dhe autizmit. Deri më tani asnjë evidencë shkencore nuk ka gjetur një lidhje midis vaksinave dhe autizmit dhe nuk ka 1, 2, 5 apo 10 studime. Ka 10 studime të bëra në kohë të ndryshme, në momente të ndryshme, në mënyra të ndryshme të zgjedhjes së bërjes së këtyre studimeve dhe në vende të ndryshme, pra në popullata të ndryshme të cilat mund të ketë karakteristikat e veta, dhe nuk kanë gjetur një lidhje midis vaksinave dhe autizmit.